Qeveria shqiptare synon të organizojë në Tiranë eventin botror të futbollit Globe Soccer Awards. Kryeministri Edi Rama u shpreh se organizatorët e këtij eventi janë në diskutim me Madridin dhe Shqipërinë dhe sipas tij ka shumë arsye të besojmë që zgjedhja do të bjerë mbi ne. Gjithashtu po punohet edhe me Padel International që të sjellim në Shqipëri një edicion të tij. Këto janë aktivitete që do të ishin të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë që zhvilloheshin në vendin tonë. Dhe sigurisht që arsyeja pse tani më vendi ynë mund t'i imagjinoj, po nga ana tjetër propozimet po na vinë edhe vetë në një farë mënyre është jo vetëm diçka kuptim plote, por është diçka shumë domethënëse dhe shumë e vlefshme për gjithë agjendën tonë të transformimit, për gjithë agjendën tonë të konsolidimit të pozicionit të ri që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare, për gjithë agjendën tonë të zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë dhe për të gjithë agjendën tonë të rritjes cilësisë dhe të volumit të investimeve të huaja në Shqipëri, ku kemi lajme shumë të mira të cilat do t'i ndajmë hap pas hapi kur edhe gjërat të marrin një formë më konkrete. Kryeministri shtoi se jemi në diskutime me një seri entitetesh të mëdha ndërkombëtare edhe në fushën e zhvillimit ekonomik të turizmit, të teknologjisë e inteligjencës artificiale.